Të dashur miq të televizionit Nova Studio hapur në gjuhën shqipe, përshëndetje edhe një herë këtu nga studio e televizionit Nova. Katër partitë politike do të thotë kanë arrit një marrëveshje tani më e njohur si Përzhino 2. A do të jetë kjo edhe një Përzhino 2 e dështuar, apo do të jetë një sinjal i mirë për dalë Maqedonia nga vendi? Sot kam të ftuar do thotë 3 mysafirë me të cilët do të debatoj pikërisht në këtë temë. Mamet Ismaili vjen nga Partia Uniteti. Zotëri Ismaili, mirë se na erdhe. Mirë të gjithë. Kam Faton Alitin, kryetarin e Partisë për Prosperitet Demokratik. Zotëri Alit, mirë se na erdhe. Gjithashtu edhe Latif Arifin, antarin e kryesisë qendrore nga Lëvizja për Reforma në PDSH. Zotëri Latif, mirë se na erdhe. Zotëri Ismaili, po fillojmë për ju, do thotë katër partitë politike kanë arrit një marrëveshje. Si e vlerësoni ju si Uniteti këtë marrëveshje? Sinqerisht akoma është freskët marrëveshja e re ose updateuar dhe sidoqoftë ne edhe pse nuk kemi një qëndrim të ndërtuar, sot kemi mbledhjet në parti dhe do marrim qëndrim lidhje me këtë çështje, por sidoqoftë vlerësojmë se çdo lëvizje përpara drejt zgjidhjes së krizës me ndihmën e faktorit ndërkombëtar është për ta përshëndetur, për shkak se kriza e thellë që tani më 9 vjet sapo e ngulfat demokracinë dhe funksionimin e shtetit ton, vendit ton, duhet të gjej një zgjidhje. Ne duhet t'i analizojmë detajet e asaj marrëveshje, sa me të vërtet janë reale çështja e listës zgjedhore, pastrimi i saj. Kështu në shikim të parë duket, po e përsëris, ne nuk kemi pjesëmarrës dhe nuk i dim detajet, prandaj na duhet pak kohë për t'i elaboruar, po në shikim të parë duket se ajo që u nisi ide për ta pastruar listën nga votuesit fiktiv, fantom, të vdekur e kështu me radhë, në fund përfundoi me në formimin e një liste të veçantë për diasporën shqiptare dhe një fantom prej rreth 40.000 votues, përsëri 2/3 ose më tepër, sipas informacioneve janë shqiptarë, të cilët do të fshihen nga lista nëse nuk paraqiten. Edhe çështje tjera janë për ti diskutuar, çështja me Djuma mendoj se nuk është zgjidhur si duhet, po ky kompromis duhet ta shohim se sa do mund të garanton që zgjedhjet që do mbahen, kurdo që të kenë parakushte minimale ose optimale për të qenë kredibile, të pranueshme nga qytetarët dhe nga ndërkombëtarët. Zotëri Aliti, si e pat ju do thotë këtë marrëveshje, kishte disa tentime për të arritë një marrëveshje e Përzhinës 2, të themi ashtu, mirë po si e vlerësoni ju si PPD-si pat këto zhvillime? Po, është vërtet se me drejtë thoni ju se ndoshta kjo duhet të jetë edhe Përzhino 2, për shkak se kjo është si rezultati obstruimit të gjithë kohën, edhe para Përzhinës, apo stafat pas Përzhinës. Kjo nuk është hera e parë që të ulen të kemi edhe një aneks 2-3, tash kjo është një marrëveshje mbi Përzhinën. Dhe jemi dakord se kjo nuk është zgjidhja ideale. Mirë, po zgjidhja ideale edhe nuk mund të ketë. Sa i përket listës votuesve, tash ti komentojnë pikat shkurta disa këto pikat marrëveshjes. Ato 40.000 votues është supozim se janë të gjithë shqiptarë ose pjesa dërmuese shqiptarë. Mirë po, kjo nuk do të thotë se ata a priori ju është marrë e drejta e votimit, sepse 25 ditë, megjithatë është një periudhë sado kudo e mjaftueshme për të paraqitur këtu ose jashtë vendit, atje ku jetojnë dhe punojnë. Po gjithashtu, me sa di unë, në këtë marrëveshje është paraparë që edhe në kohën para ditës së votimit, do të thënë gjatë fushatës parazgjedhore, apo ka një afat, tash më kujtohet, ka një afat deri cilën ditë para ditës votimit mund të paraqiten, do të thotë këtyre do të mundsohet edhe në atë periudhë të mund të paraqiten dhe ta dëshmojnë të drejtën e vet të votimit. Te 170 e sami ishin atje vota për të cilat tash dikush i komenton se është
ju merret e drejta e votës, unë megjithatë nuk e ndaj këtë mendim, ato thjesht do të kenë asteriks dhe sa kemi ne njohuri, ata edhe më herët kanë patë ndonjë shenjë, në bazë të cilës është ditur se këta janë jashtë, mirë po nuk kanë qenë në mënyrë kështu më strikte të definuar dhe ne mendim se është bërë mirë me këta, sepse këtu në mënyrë eksplicite thuhet dhe vota e tyre nuk është kontestuese. Dhe pse është bërë mirë me këtë? Sepse ka indikacione dhe shenja të besueshme të cilat na bëjnë të mendojmë dhe të kemi dyshime më të theksuara se pikërisht këta njerëz, do të thotë këta që janë të diasporës, kanë qenë edhe mjet i manipulimit, keqpërdorimit, po jo në aspektin personal, por në mënyra të ndryshme ata janë keqpërdor që të votojnë këtu në vend. Këto 170.000 nuk kanë qenë gjithë të thotë diasporës, kanë qenë votat edhe nga mos pastrimi i listës zgjedhore. Okej, po pjesa dërmuese të diasporës. Dhe marrëveshja thotë se ato do të kenë një asteriks dhe do të jenë të ndarë. Vetëm e vetëm që të dihet se këta janë në diasporë. Kjo pamundëson që dikush me letërnjoftimet e supozuara të duplikat ose falc ose ku ta diun çka, këto janë vetëm indicie, unë nuk them se ka qenë kështu, po indiciet janë shumë të forta për të menduar se ndoshta edhe kështu ka qenë. Nga ajo që kemi dëgjuar, po edhe kemi pa, na dulen një 20.000 letërnjoftime dikundi një medium i publikoi dhe ndoshta kjo është edhe numri i cili është keq përdor, them unë. Do të thotë tani unë jetoj në ndonjë vend të Europës, dikush në mënyra të ndryshme siguron të dhëna se unë nuk jam në Maqedoni, atje nuk jam i paraqitur, mirë po me metodat që vetëm ata i dinë, kam votuar në Maqedoni, themi, kupton. Prandaj ne mendoj se është mirë ky asteriks. Ligjin për agjencitë dhe ky ad hoc për agjencinë e shërbimeve audio dhe audiovizuale dhe komisioni, ky trup monitorimi nga 5 antar. Thot se do të propozojnë ose do të emënojnë partitë, 4 partitë nënshkruese të Marrëveshjes Pergjinos nga një antar dhe të 5 do ta zgjidhin me konsenzus. Tash, kjo përsëri do të thotë se mediat janë të politizuar. Kryeredaktori gjatë kampanjës ose si ishte 100 ditë do ta propozoje opozita. Nuk ishte ideja të hiqet vetëm nga duart e pushtetit media apo stafat të servisi publik. Ideja ishte të depolitizohet, të departizohet. Tani, përsëri është më një farë mënyrë partizim kjo zgjedhje. Por politika është pragma tek e fundit. Për shkak të pragmatizmit, besoj se janë bë edhe këta zgjedhje të tilla dhe në përgjithësi do kisha thënë se kjo është një bazë e mirë për të siguruar minimumin e domosdoshëm. Jo ndonjë standard si do të kishim dëshiruar europian pak më të lartë. Kjo është minimumi i minimumit, themi. Ajo që është domosdoshme dhe nalt poshtë në qoftë se konstatohet se apo ka edhe një periudhë që duhet të bëhet një revizion dhe të konstatohet se janë plotësuar këta kushte për cilat jemi marrë vesh. Po këto janë vetëm pika, do thot letër për duhet një vullnet politik për të implementuar. Pikrisht, duhet edhe vullnet politik, edhe vetdia, ashtu si që duhet edhe vetdijet e media. Një komision, një trup ad hoc monitorimi nuk do t'i rregulloje punët në media si me shkop magjik. Në qoftë se ju si gazetarë dhe tjerët si media nuk janë të vetdijshëm për rëndësinë që kanë, për atë ndikimin e vetë që kanë në krijimin e mendimit publik. Është e kot çfarëdo kornize ligjore ose ku ta diun çka. Vetë rregullimi është shumë më efikas se sa ndonjë kornizë ligjore, por okej, duhet të fillojmë dhe jo rastësisht është lënë 6 muaj pas zgjedhjeve apo implementimi i
rekomandimeve të raportit të Pribes në lidhje me mediat ose me çka ishte. Sepse kërkon një kohë më gjatë ajo. Mos pajtohem me çështje. Unë nuk pajtohem me këtë pjesë se çështja e rregullimit të mediave duhet lihet në përgjegjësinë dhe ndërgjegjen e gazetarëve. Gjithçka ka të bëjë me paratë. Domethënë duhet rregullohet rrjedha e parave, financimi nga pushteti te mediumet. Domethënë me paratë e qytetarëve blehen mediumet edhe ato private që janë dhe kuptohet se ato vijnë në shërbim të një partie politike të caktuar ose të pushtetit. Pastaj një gazetar si gazetari ynë që është këtu sot nuk do mund të del prej kornizës që ja imponon pronari i atij mediumit. Edhe në rastet kur janë absolutisht dakord këtu. Mirë, po me ligjin për media do thotë vetë mediumit, do thotë politikën redaktuese duhet ta balancon, do thotë në bazë të predispozitave ligjore. Nuk duhet me ligj të rregullohet se si bëhet financimi dhe si rregullohen, si redaktohen lajmet, sa janë të balancuar ose jo. Nuk kemi kuptuar mirë. Unë kur them vetë rregullimi kam parasysh këta. Në qoftë se një gazetar i cili ka preferencë politike, cila do qoftë. Në qoftë se ai nuk është i vetëdijshëm, sepse pavarësisht preferencave të veta politike, ai në medium duhet të shpreh qëndrime neutrale e kështu me radhë. Nuk ka kornizë e cila do t'ja rregullon vetëdijen. Kupton? Jo sa i përket financimit e kësaj asaj. E kam fjalën se vetëdia edhe te gazetarët, ashtu si edhe te gjithë shoqëria duhet të rritet për disa punë. Absolutisht jam dakord sa i përket mënyrës së financimit. Po edhe këta dënimet që i kanë përgjysmu, edhe si tilla, në qoftë se ato keqpërdorime të financave nga pushteti bëhen ashtu si që janë bë, këta edhe ashtu si që ishin më herët, janë shumë të vogla, nuk është problem, do dale, do folje çka do dhe do i paguajë dënimet. Zotëri Arifi, si e pat nga lëvizja për reforma në PDSH këtë marrëveshje, keni qenë shumë të zëshëm, do thotë me disa kritika gjatë bisedave? Po është e vërtetë se ne kemi qenë vazhdimisht të zëshëm dhe më të jo parësie. Në rast se, do me thënë, pas gjithë kësaj çfarë ndodhi në Maqedoni, ne prisnim se do ketë ndryshime, do me thënë, shumë më të mëdha se sa këto çfarë u bën. Nuk doli me pritjet tona. Realisht, edhe kjo marrëveshja e rinegociuar e Përzhinës, ne dyshojmë shumë se do implementohet. Me thënë, aktorët kryesor, cilët në trysninë e faktorit ndërkombëtar ulën përsëri dhe verifiku arritën një marrëveshje, po fatkeqësisht përfaqësuesit tonë shqiptar nuk ishin nivelin e detyrës. Ata thjesht vazhduan të jenë dekor. Me thënë, punën e parë çfarë duhet të bëshin? Një, se përket e ligjit për me thënë, Maqedonia duhet të ndryshonte nga ky sistem çfarë është shumë i disfavorshëm për shqiptarët, të ndryshoheshte në një njësi zgjedhore ose eventualisht në 3 njësi zgjedhore, çfarë edhe ne kemi thënë, me thënë vazhdimsi prej kur filloi kriza. 2. Se përket punës pastrimit listës zgjedhore dhe fusnota e cila na lajmërohet tash te marrëveshja e re e Përzhinës, ku dikund rreth 39.500 apo 40.000 kryesisht shqiptarë, më thënë çfarë jetojnë dhe punojnë në diasporë, indirekt u mohohet e drejta e votës. Edhe pse ato thunë se qytetarëve nuk u ndalohet domethënë e drejta e votës, po ne e dim domethënë nga para një kohe, para më thënë zgjedhjeve të qershorit si u paralajmëruan se do mbaheshin, dhe kur Komisioni Qendror Zgjedhor i hapi listat, domethënë ishin publike dhe ishte shumë vështirë, domethënë për individ ta gjejnë veten e vet aty. Atash 40.000 njerëz, kryesisht çfarë janë shqiptar, ku ne e dim se jo të gjithë kanë aftësitë për të kërkuar veten e vet nëpërmjet internetit, ose atë edhe duke ditur edhe neglizhencën, do ndodh shpesh që këto 40.000 thjesht jenë votat humbura të shqiptarëve. Dhe unë mendoj se këtu përfaqësuesit tonë, edhe të menduthaqit, edhe të BDI-s, nuk ishin në nivel të detyrës. Puna e ligjit për mediat.
Tash edhe këtu ne kemi vërejtjet tona. Do me thënë, ki formimi i këtij komisionit ad hoc ku 4 partit negociuese do të formojnë këtë komisionin ad hoc edhe plus një ekspert, do me thënë gazetar, prap ne vlerësojmë se këtu nuk ka zgjidhje. Thjesht edhe ki komision ad hoc është i politizuar, do kishte qenë shumë më mirë nga shoqëria civile, nga shoqata e gazetarëve, nga gazetarë, do me thënë të lirë, çfarë janë, të bëshin këtë komision dhe do ishin shumë Dani, asnjë parti politike mos të ketë dorë aty? Sigurisht, mediat nuk do të kenë dorë partitë politike. Në atë moment kur partitë politike kanë dorë dhe ndodhen kjo çfarë na ka ndodhur deri sot, kemi mediumet kapura. Fatmirësisht sot konkurrenca ka bërë vetën, dhe me thënë ne deri diku duke falemenderuar konkurrencën, sot kemi 4-5 televizione me thënë private, po me koncesion nacional, ku për shembull unë përshëndes edhe televizionin Nova me emisionin Studio e Hapur, çfarë me thënë thjesht ka bërë një hap përpara për dallim prej televizioneve tjera si Sitelli edhe, me thënë kjo është një dëshmi se dikush ka vullnet ndryshon diçka, kur prandaj kisha më thënë se ky ligj nuk është, me thënë, rregull, edhe nuk ka shanca deri në mbajtjen e zgjedhjeve që të bihet një ligj për mediat, ku do rregullohet edhe puna e financave si tamameti, se ky është edhe problem shumë më i madh, se ne e dim fuqinë e mediave dhe jo rastësisht jemi në këtë situatë ku pushteti, në kombinim me mediat, na ka prodhuar me thënë me një gjendje shumë vështirë ku ne mundohemi disa muaj dalim prej kjo agoni që kemi hi, edhe është shumë problem që nuk mund dalim. Po ashtu për shembull ka probleme tjera me punën e kësaj marrëveshjes, me thënë, është një nënçmim shumë i madh, për shembull ku thuhet se në pasi të përfundojnë zgjedhjet, zëvendës ministri i punëve të brendshme, çfarë është i Partisë Shqiptare, do jetë me automatizëm një qeveri kalimtare derisa të formohet qeveria e re, më thënë do ketë postin e ministrit dhe dikush nesër dhe mundohet neve të na shesë si arritje këtë, se shifet çfarë kemi arrit, ne kemi bërë një ministër punëve të brendshme shqiptar. Zoti Reifi, mendoj që kjo është më mirë se në atë pozitën të cilën Maqedonia ishte do thot në një krizë të thellë politike, kur vetë situata politike dulmo prej kontrollës dhe ekzistonte do thot skenare të ndryshme të destabilizimit të situatës. Besimi vetëm i qytetarëve dhe jona është prokuroria speciale, sepse ata duhet ta bëjnë punën e vet, me gjithë obstruksionet që vazhdimisht i bën ky pushtet kriminal, çfarë do kisha thënë, si edhe VMRO-ja ashtu edhe BDI-ja, por nuk do të largojmë edhe atë tjetrin, se dhe ai ka qenë pjesë e këtij pushteti. Me votimin e presidentit, pastaj ne dim me punësimet edhe besnik deri në vdekje. Zotëri Ismaili, është kjo një përzhino 2, do thotë, për shkak se më duken se disa segmente, do thotë, asaj përzhinës, shumë segmente, do thotë, janë marrë si modalitet. Do thotë, është faktikisht një copy-paste e marrëveshjes së parë. Prap do ta kemi, do thotë, mos qeverisjen, në atë qeverinë teknike nuk do ta kemi partinë për Menduthaqit. Do thotë, më duket disi si marrëveshja e parë me vullnet disi jo shumë dvrullshëm për të implementuar gjithë kjo marrëveshje. Po, është e vërtet se kjo është edhe një shtytje për ta zbatuar marrëveshjen e Përzhino. Nëse ju kujtohet, pasi ngeci zbatimi i marrëveshjes së Përzhinos, kishte disa ndërkombëtarë që na vizituan edhe pothuajse një zëri të gjithë thanë se Maqedonia duhet të dalë prej krizës politike nëpërmjet marrëveshjes së Përzhinos dhe ajo duhet me përpikshmëri të zbatohet. Nëse analizojmë shtyllat kryesore të asaj marrëveshje, një ndër shtyllat kryesore është prokuroria speciale. Kuptohet se partitë që janë në pushtet dhe janë të rrezikuara që ta ndrojnë pozitën e të qenurit në pushtet me dhomat e burgut për krimet dhe për keqpërdorimet që i kanë bërë në gjatë qeverisjes, nuk do e pranojnë këtë realitet shumë lehtë dhe shumë shpejt, dhe kjo më së lehti bëhet duke sabotuar punën e prokurorisë speciale. Karta e fundit, ta them kushtimisht, ose më kryesore, ka qenë mbajtja e mekanizmit të gjykatës kushtetuese,
si një rezervë, carte blanche për ta diskvalifikuar këtë shtyllë të marrëveshjes së Prishtinës, në qoftë se të gjithë tjera dështojnë. Një prej kartave tjera më të mëdha që realisht dështoi është falja kolektive që u dha nga presidenti i shtetit. Ndërkombëtarët janë të vetëdijshëm se këtu po thyhen shtizat për të dhënë përgjegjësi ose jo ato që e kanë keq përdorur pushtetin deri tani. Domethënë, sipas me çështja kryesore nëse do del Maqedonia nga kriza ose jo është në qoftë se do zbatohet kushtetuta dhe ligji dhe do japin përgjegjësi penale, politike, morale dhe gjithë çfarë ato që kanë keq përdorur pushtetin. Kjo mund bëhet vetëm nëpërmjet prokurorisë speciale dhe fatkeqësisht nuk u arrit që në marrëveshje të shtohet të kemi edhe departamente ose dhoma speciale në gjykatë, që do mund ta vazhdojnë atë ciklin e landëve ose proceseve që i fillon prokuroria speciale edhe me pjesën tjetër, pastaj pjesën penale në gjykatë. Këtu në këtë rimarrëveshje ose në këtë anekse marrëveshje, nëse e keni analizuar, theksohet çështja e prokurorisë speciale. Edhe në një farë mënyrë nëse e lexoni ju se thot nëse gjykata kushtetuese abrogon ligjin e prokurorisë speciale si antikushtetues, partitë politike kryesore brenda 5 ditësh do sillen një ligj të ri. Mund ta paramendoni çka do të thotë kjo në aspektin ligjor dhe kushtetues. Me thënë, të gjithë, edhe ndërkombëtarët, edhe ato që pak e njohin drejtësinë, e kuptojnë se gjykata kushtetuese, sikur edhe gjykata të tjera, janë plotësisht në shërbim të partive në qeveri, dhe tani po luhet loja e macës dhe miut, kush cilin po tek do e lëviz. Me dështë vetëm shtoj diçka këtu, më thënë shumë mirë çfarë potencove, se brenda 5 ditëve mund të rishikohet, më thënë të mlidhen 4 partitë. Jo të rishikohet, do të sillet ligj. Do të sillet ligj, po çfarë ndodh në rast se është përbër parlamenti, dhe si do mlidhet parlamenti ta rishikojë dhe të sjellë një ligj të ri konform. Prandaj thash, kjo në aspekt ligjor kushtetues është absurd në vete. Absurd është. Do me thënë, unë do kisha shtuar, në qoftë se gjykata kushtetuese e zhbën ligjin për prokurorisë speciale dhe ju sillni një ligj tjetër të ri brenda 5 ditësh, do me thonë duhet me automatizëm gjykata kushtetuese të del jashtë përdorimit. Po ndra se dikush tjetër ngre një nisën tjetër për vlerësimin e kushtetutshmërisë të ligjit të ri dhe çfarë do ndodh atëherë? Institucionet shtetërore, komplet sistemi shtetëror është vënë në lojën politike mes palëve. Kjo është absurd në vete dhe të desha dhe unë që të diçka në lidhje me këtë nëse mund. Në fillim, të gjithë shka duhet të japin përgjegjësi ata që kanë keq përdorur pushtetin. Kjo është dalja nga kriza, dalja reale nga kriza. Nuk mundet ata të cilët janë të rrezikuar të shkojnë në burg për korrupsion, për kriminalitet të organizuar, për keq përdorim të detyrës, të vendosin për fatin e vendit dhe qytetarëve. Kjo është në postulati kryesor në çdo shoqëri demokratike. Faton, kështë qëto në që? Po, pikrisht këtë duhet kemi parasysh. Ajo që të gjithë ne dhe të gjithë aktorët, në mënyrë direkte ose indirekte, të involvuar në marrëveshjen e Prishtinës dhe në procesin e daljes nga kriza, e kemi të qartë se ky proces detyrimisht duhet të mbarojë me mesazhin se korrupsioni, keqpërdorimi i detyrës e kështu me radh dënohen. Dhe nëse është kështu. Ashtu është, dhe ne e dim këtë, e themi të gjithë. Atëherë nuk duhet të harrojmë faktin se për të dalë nga kriza duhet të dakordohen 4 subjektet politike dhe të vendojnë firmën e vet aty. Në qoftë se është kështu dhe prapë them, kështu është. Atëherë nuk mundet të insistojsh në atë marrëveshje, të kesh të gjitha dyert e mbyllura, që a priori dikush do ta përjetonte si fund i karrierës vete politike dhe njëkohësisht presesh të firmos një marrëveshje të tillë. Prandaj dhe më herët thash, politika është pragmatizëm dhe të gjithë duhet ta shohin veten se në fund në një farë mënyre do i dalin. Mirë po, edhe më herët ishte i
shpërndar parlamenti. Dhe kishte probleme si do mblidhet, është kjo bazë, ajo bazë, po në fund u mblodh. Në qoftë se ndodh diçka e tillë dhe mund të ndodhë, unë jam dakord me ju se mund të ndodhë. Edhe unë përsëri mendoj se do të vazhdoje obstruimi edhe i kësaj. Po presionet dhe kostoja çdo ditë është më e madhe dhe kalkulimet nuk e di a do ju dalin çdo herë pozitive si që vazhdon obstruimi, sepse tash edhe pse shkon kohë gjatë, nuk mund të themi se nuk ka një rritje të vetëdijësimit sa i përket atyre proceseve pas perdeve që kanë ndodhur, dhe nuk e di a do t'ju levërdis edhe obstruimi tani më, se ky deri tani nëse ju ka levërdis obstruimi, tani tutje nuk jam i sigurt se do t'ju bie diçka pozitive, po mund t'ju kthehet në drejtim të kundërt. Ndoshta edhe ata e kanë parasysh këtë moment dhe themun marrëveshje ideale nuk mund të ketë për asnjërin palë, marrëveshjet janë kompromis dhe kompromisi nuk është fitore e njërit apo tjetrit, por është dy palë një trajtshëm të pakënaqura ose të kënaqura. Xharifi thotë se dy partitë politike shqiptare në marrëveshjen e Përgjinës do thotë kanë dështuar, do thotë kanë qenë vetëm dekor. Si e vlerësoni do thotë rolin e Partisë Demokratike Shqiptare mos përfshirje në këtë qeveri teknike? Do thotë ikje nga përgjegjësia apo tash mund të keq kuptohen, po më do thaçi, do me thënë edhe PDSH-ja në këto momente përjeton një krizë shumë të thellë, sepse pakënaqësi e madhe në antarësi dhe ta kanë ngelur një grup shumë i vogël i njerëzive dhe mundohet, me thënë me këtë sjellje, gjoja se tregohet shumë i përgjegjshëm, me thënë mundohet të përfiton sa do kudo të mbijetojë në skenën politike. Ne e dim se me atë momentin kur një pjesë bukur më e madhe e PDSH-s u shkëput nga kryetari, kaloi krejt në anën tjetër. Edhe normal ato duhet mundohen, domethënë thjesht të mbijetoje politikisht, ato vazhdojnë të konsiderojnë PDSH-n si firmë private, kështu ka qenë. Xharifi, ti kthehemi marrëveshjes së Përgjinës dhe rolit PDSH-ja, pse mos marr pjesë në qeverinë teknike? Po thjesht janë kalkulime dhe sigurisht domethënë mendojnë nëpërmjet kësaj thjesht punën mbijetesës në skenën politike, se sikur ata të merrnin pjesë dhe ashtu, nuk do kenë kur një çfarë mundësie për të bërë ndonjë ndryshim. Dhe me këtë normalisht ato kanë bërë kalkulimet e veta dhe krejt këtë dështim, thjesht nuk se marrin si dështim të vetin, po thjesht ja adresojnë BDI-s, çfarë normal se BDI-ja është pjesa më e madhe e fajit, po mendoj se për këtë krizë edhe pjesa tjetër me kontribu mjaft. Më thënë, rase ata nuk ishin gatshëm dikur të ulen edhe të bëjnë një platformë përbashkët, se si dalim për kësaj krize, dhe unë realisht mendoj se kjo marrëveshje e Përgjinës edhe zgjedhjet çfarë do ndodhi, është vetëm fillimi i zgjidhjes problemet. Problemet, kriza më e madhe e Maqedonisë duhet filloj. Më thënë, ne vazhdojmë të kemi probleme. Gjuha shqipe nuk është as kërkuar zyrtare, diskriminimi, për çdo ditë burgosemi, vritemi, thjesht nuk duhet t'i numëroj, krejt vujtjet e shqiptarëve. Për çdo ditë ekspedita policore, ndodhi ngjarje Kumanovës, ndodhi monstra dhe këto janë probleme çfarë duhet tash të diskutohen. Mund vjen shumë keq se ishte një moment kur duheshte në paket PDSH-ja dhe BDI-ja të bisedonin edhe për problemet shqiptarëve. Ky vend, mbas 25 vjet demokracie, ka nevojë të ndryshoje. Unë mendoj se ne shqiptarët u kemi dhënë shumë shansa edhe është shumë Sharifi, mendoj që çështja shqiptare nuk mund të rregullohet as në marrëveshjen e Përgjinës, as në marrëveshje tjetër. Ajo duhet. Unë mendoj se duhet të ishte patjetër në mënyrë permanente gjatë qeverisjes. Çështja shqiptare duhet të ishte pjesë e marrëveshjes së Përgjinës. Edhe tash unë habitem kur e shoh se, shqiptarët pas kanë përfituar se me marrëveshjen e Përgjinës do fillojë të zbatohet marrëveshja e Ohrit.
më thënë, thash ta lidhish me marrëveshjen e orit, me marrëveshjen e përshimës, lutem. Si kur t'ishin përfaqësues të BDI-s këtu, do të thonin se arritje më e madhe që e kemi marrë Ministrinë e Punës të Brendshme nuk ka. Jo, sigurisht ato dhe e thonë, ne presim se dhe e thonë. Jo, është thjesht një shifra do jetë, me thënë se vendas ministrit do ushtroje funksionin e ministrit vetëm për një periudhë kalimtare, mund të jetë 2 javë, 3 javë, mbas përfundimit zgjedhjeve derisa të formohet qeveria e re. Ajo është qeveri teknike, e cila nuk Jo, është qeveri kalimtare, qeveri teknike është deri zgjedhje. Në kuptimin se ka vetëm funksion teknik në atë kuptim, nuk i ka full kompetencat që i ka një qeveri, kështu që ajo nuk është gjë. Pajtohen me mendimin tonë. Do mundohen të ne shesin shqiptarëve si deri më tash me një punë shumë të vogël, arritje shumë e madhe, kemi bërë televizionin Maqedonas, programin Djo Shqipe 24 orë. Normal se ne gjithë paguajmë kontribute, paguajmë takse radiodifuzive dhe jena të konë. Sigurisht është për të përshëndetë dhe ne e përshëndesim. Megjithatë, janë edhe problemet shumë më të mëdha, puna e gjuhës, puna e diskriminimit, përfaqësimit adekuat, ndarja e drejtë e buxhetit. Më thënë, ne vazhdojmë të konsiderohemi në këtë shtet si popull privat. Ti pa tonë e din shumë mirë se qytetarët tonë vazhdojnë të paguajnë, më thënë, një punë të vogël kur duhet ta bëjnë, ne diskriminohemi në rrugë, në kanalizim, diskriminohemi në shkolla, gjithkund. Zoti Ismaili, 3 indikacionet të cilët na çon drejt kësaj marrëveshjes, sipas mendimit tim ka qenë domosdoshmëria do thotë e arritjes së një marrëveshje përballë do thotë kundërshtimit të opozitës, do thotë e cila ka qenë gjithë do thotë partitë opozitare kanë qenë shumë të zëshme gjatë kësaj marrëveshje që duhet të arrihet një marrëveshje për te kalimin e kësaj krizës, mosdërimi ndoshta i qytetarëve ka qenë apo ndoshta edhe presioni ndërkombëtar, cila sipas jush ka luajtur atë modalitetin që i kanë përshpejtuar këtë proces. Unë mendoj se nuk ja vlen tani ta bisedojmë se cili nga këto faktor ka qenë më vendimmarrës për ta lëvizur procesin përpara. Nëse analizojmë krizën në vete, ndoshta pak do përsëritem disa segmente prapë, do them keq përdorimi i pushtetit, manipulimi i çdo institucionit që nënkupton partizim të 100% ose të plot nga gjykatat, prokurorit, deri te institucione tjera që duhet të jenë të pavarura dhe parti duhet të qëndrojnë sa më larg, deri te mediumet, keq përdorimi i fondeve, si ato ndërkombëtare, si parat nga buxheti i popullit, niveli më i lartë i korrupsionit, deri te të ashtu quajturat bombat të shpalosura, ku këto gjëra filluan të dalin në shesh dhe çdo qytetar arriti të dëgjoj se klika politike që ka udhëhequr një dekadë më tepër me vendin, deri në skajshmëri e ka keq përdorur pushtetin për qëllime qoftë individuale, qoftë klanore ose partijake. Dhe me paratë e popullit na e kanë lajt trurin se jemi një oazë e paqes, një oazë e demokracisë, se ekonomia është një ndër më të mirat, investimet e huaja po shkojnë shumë mirë e kështu me radhë. Dhe kjo u shpalos. Tani, kush është më i madh, presioni nga qytetarët apo i ndërkombëtarëve? I ndërkombëtarëve apo i opozitës? Unë mendoj se është irelevante. Kjo është një faktor kompleks që ndërlidhen njëri me tjetrin. Ne megjithatë nuk jetojmë në një cep të botës së tretë, jemi vend në tokë të Europës dhe nuk lejohet të luash në thojza me kështu rregulla. Faktori ndërkombëtar disa herë ka cituar, do të thotë se është momenti i fundit për të arritur një marrëveshje. Mendoni edhe ju si opozitë, do të thotë edhe qytetarët me protestat vazhdimisht kanë treguar që është momenti i fundit që partitë të gjejnë një zgjidhje. Unë mendoj se momenti i fundit ka qenë që në fillim. Domethënë, në çdo shtet, në çdo vend normal demokratik, kur shpaloset 1% e skandaleve, aferave dhe keq përdorimeve të pushtetit që u shpalosën në Maqedoni, të njëjtën ditë, po e përsëris të njëjtën ditë, jo të nesërmen, kabineti qeveritar ose spaku ato të cilët
janë të prekur duhet japin ndërheqje. Kjo është që qoftë ato të jenë ose të mos jenë të ndershëm, të mos jenë të mbuluar me petkun e pushtetit dhe të pozitës së pushtetit, për ta mbrojtur ose jo pafajshmërinë e Nga tyre. përgjimet ishin të prekura edhe partitë në qeveri edhe ato opozitare. Pa marrë parasysh. Nëse shkohet në këtë Pa marrë segment, do parasysh. thotë pastrim. Është standardi i shoqërive demokratike. Nëse ka indicie, është mirë të tërhiqesh. Duhet të jep të njëjtën ditë dorëheqje. dorëheqje që të Ju e keni parë se në shtetet perëndimore të Evropës perëndimore ose të Amerikës e kështu me radhë, shtetet me demokraci të zhvilluar. Për një indicie ose për një skandal shumë të vogël jepet dorëheqje të njëjtin moment. Dhe pastaj hetuesia i ka duart e zgjidhura dhe nëse deli pafajshëm, nëse jo, jo. Faton, kush ka luajtur rolin më të fuqishëm ashtu, do thotë qytetarët, opozita apo ndërkombëtarët? Po, ka disa gjëra që pa zërin e opozitës nuk do lëvizsh. Ka disa gjëra tjera që pa zërin e sektorit civil nuk do lëvizsh. Dhe kuptohet edhe momente të cilat pa trysnin, presionin, insistimin, ndihmën e ndërkombëtarëve nuk do të lëvizshin. Dhe me të drejtë dhe e shoh si shumë pozitive dhe këtë që është potencuar në këtë marrëveshje të fundit tani, ku në një farë mënyrë mbrohet prokuroria speciale. E thash më herët, ky proces duhet detyrimisht të mbaroje me një mesazh se keqpërdorimet e korrupsionit e kështu gjëra do të sankcionohen tani dhe do të sankcionohen në të ardhmen, sepse po të lehet mesazh tjetër, se cili nesër pas nesër ka të drejtë vetë në vete të mendoj. Në qoftë se ky ja hodhi për 10 mollë, unë pse mos t'ja hedh për 1. Ideja është kjo të ndërpritet, të dekriminalizohet politika, të departizohen institucionet. Por në qoftë se mbaron, në qoftë se nuk do t'jetë ky mbarimi i këtij procesi, atëherë unë lirisht mund të them se më e vogla është se Maqedoninë në të ardhmen nuk do ta njohim të paktën në këtë formë të sotshme, në formën qoftë të rregullimit sistemit politik, ose do të thonë atëherë është e detyrueshme të ketë ndryshime pak më radikale dhe kjo nuk është mirë për askënd. Do të thotë nuk sepse ka edhe politikan, edhe shqiptar, të cilët vazhdojnë me atë hipokrizin para tjetrit të flasin një gjë, para antarësisë vetë diçka tjetër, para ndërkombëtarëve diçka të tretë. Dhe kjo është edhe një prej arsyeve që na solli te kriza, sepse nuk mund të kesh qëndrime diametralisht të kundërta brenda një dite, varësisht kë ke bashkëbisedues. Kjo mund të sjellë një sukses afat shkurt politik, afat shkurt kam parasysh edhe disa vjeçar, sepse për ne mund të jetë shumë 50-10 vjet, por për procesin ndoshta edhe s'është aq. Do të thonë mos jemi shumë egoist në këtë aspekt, kur them afat shkurt. Dhe ja, politika me një hipokrizi të theksume sjell më në fund dështim për bile edhe turpërim. Tash ka momente që me të vërtet janë shumë të sikletshme për aktorët politik të sotëm. Pa marrë parasysh është ose s'është ashtu. Bindja e gjerë është se disa procese kanë qenë të prezantuar ndryshe, ndërsa ka ndodhur ndryshe. Jemi prononcu ndryshe, kemi votu ndryshe. Kjo është hipokrizi. Jemi për integrim në Bashkimin Evropian, NATO, integrim euroatlantik e kështu me radhë, nga ana tjetër, në asnjë moment nuk reagon për qëndrime të partnerit tënd koalicionit, të cilat dukshëm janë
kundër këtij përcaktimi. Dhe përcaktimi i shqiptarëve në Maqedoni, po edhe në Ballkan, është pa hezitim integrimi euroatlantik. Dhe qoftë se në momentet caktuar sinjalet se integrimi euroatlantik për partnerin tënd të koalicionit është vetëm pro forma, mos reagimi jot është dëshmi për hipokrizi. Dhe kjo unë mendoj se duhet mbaroj. Dhe tash pyetja më në fakt dilema ose debati, mendoj se tani duhet të zhvillohet aty të gjithë ne me sektorin civil e me ndërkombëtare me të gjithë të japim idetë tona dhe vizionet tona se si e shohim Maqedoninë në të ardhmen. Çka mendojmë se duhet të ndryshojë. Ajo që përmendi zotni Latifi më herët, se ne jemi të diskriminuar në këta drejtime. Absolutisht jam dakord. Po çka duhet të ndryshojmë që kjo mos të jetë më kështu. Dhe kjo nuk do të ndodh përnjëherë, tash mos të ju duket kjo e njoftun se dikush tjetër thot a desha të them se do thot dikush nuk kemi kod presim. Mirë po, ka gjëra për cilat do kom, ama jo vetëm të shërbej ajo na duhet kohë, a në fakt se dikush për 25 vjet nuk është i gatshëm të pranojë një realitet. Mbas 25 vjetëve vazhdon dikant ta quajë statistik, lutem, unë nuk mundi ta pranoj, shifune sot nuk mundi ta pranoj, dikush mund të më quajë numër. Ne duhet të ndryshojmë. Kjo punë disi ndryshohet. Kjo punë ndryshohet me gatishmëri, me thënë ne duhet të ulemi bashkë. Gatishmëri, njëherë pikë parit, ne shqiptarët duhet të ulemi bashkë, bëjmë një platformë edhe ne jemi shumë të interesuar, kemi dhënë garanca se këtë shtet kemi kontribu, vazhdojmë kontribojmë, jemi lojal ndaj këtij shteti, po megjithatë shteti nuk është lojal ndaj nesh. Nuk do të përsëritem, për çdo ditë ndodhen atë çfarë thash, diskriminim ekonomik, shantazhe, burgosje dhe mos i përmendi gjitha. Prandaj është momenti ne duhet t'i pensionojmë këta përfaqësues politik edhe është shumë e rëndësishme duhet shqiptarët, unë besoj se këtë herë dhe e bëjnë, do mendojnë ndryshe, me thënë janë tepër të lodhët, ne gjithë besuam se mbas luftës çfarë u bën 2001-shin do ndryshojnë, marrëveshja e Ohrit duhet të implementohet brenda afatit 4 vjeçar sa ishte, me thënë u shkelën gjitha afatet. U dham shans, e se dikush do vetë disohet, ato nuk e bëjnë këtë punë, unë mendoj se sot ne duhet t'i pensionojmë këta pleqet edhe t'u japim besim trive, edhe t'u themi ne jemi të gatshëm për këtë shtet, po këtë shtet dhe e bëjmë o si duhet, po për ndryshe, ju vetëm jeni përgjegjës. Çështja e lojalitetit ndaj shtetit. Shumë shpesh përsëritet edhe tek mediumet maqedonase, analistë politikanë kështu me radhë, janë ose jo shqiptarët lojal ndaj shtetit. Shumë. Unë mendoj se kjo nuk duhet të diskutohet, si mund diskutohet a jeti lojal në shtëpinë tënde. Ne nuk kemi dikun mysafir ose nuk kemi ardhur pa keq kuptime, domethënë jemi në të njëjtën vijë, po unë bile e përjashtoj si temë diskutimi jemi ose jo. Si mund të jemi lojal ose të mos jemi lojal në shtëpinë tonë? Moment, realitetin shif e kështu. Luan ndeshje futbolli Shqipëria dhe Maqedonia më fal. Dakor, vetëm ta përfundoj. Aty e shef ti lojalitetin. Ta përfundoj idenë ku e kam. Pse ka ardhur deri te kjo çështje të shtrohet jemi ose jo lojal? Përgjegjësia e politikanëve tonë. Atyre çfarë kanë mandatin ne si shqiptar në Maqedoni jemi sjellur në një situatë që të jemi qiraxhi në shtëpinë tonë. Prandaj tani të pyet a e ke paguajtur qiran ose jo. Ky është defekti. Në momentin kur ne do prezantohemi si bashkëpronar ose si pronar të kësaj shtëpie, në thojza, është nebuloze ta diskutojsh je ose je lojal. Jo, po jemi në njëjtën vijë mirë, po çështja e lojalitetit. Në rasaj nuk e kupton. Në rasaj për çdo ditë bën ekspedita ndaj teje. A tregom ti mua për këto 25 vjet, ma thuaj ku ka marrë një aksion ndaj një etniteti tjetër, më thon njësia për intervenim shpejt. Ti e din shumë mirë këtë punë. Jo, prandaj e them, ne do të trajtojmë si qiraxhi këtu. Fal, kush i ka fajt këtë rast? Nuk i kanë fajt qytetarët. Unë mendoj se qytetarët din vlerësojnë. Po është e puna se ata kanë keq përdor vullnetin e shqiptarëve, edhe fatkeqësisht e kanë bishtin e shkelur. Edhe kur e ke bishtin e shkelur, ku e lash pak më. No, vazhdo. Çka desha të them?
desha them se nuk mjafton, bile është shumë pak ajo që ne konstatojmë çka ka ndodhur në të kaluar. Më thonë, përmendim në dhe të njëshin, kushtetutën, mospasjen e vullnetit politik palës tjetër, përmendim intrigat të ndryshme të 96-ës, të 97-ës, përmendim 2000-shën universitetin, Shtulin, ta hekim utën, se zban, përmendim 2001-shin, 4 komunikatat e para, ishin për teritore, 5 e 6 ndryshoj kjo. Nuk bëjmë asgjë me këtë duke përmendur. Unë ndjehemi ofenduar kur del ministri i arsimit edhe thot pala tjetër nuk ka gatishmëri të ndrojë DM në vetë shkollave. Megjithatë ti prapë konstaton, nuk konstatoj, është në nënçmim mu të më përfaqësoje një njeri ministri i arsimit të pas në kuadra. Çfarë rezultati do të arish duke i përsërit këta gjëra të këqija që kanë ndodhur të ardhmen, këta gabime që kanë bërë politikanët në të kaluar. Nuk arrim kur gjë. Unë jam vetëm duke thënë se duhet të koncentrohemi më shumë të koncentrohemi çka tani e tutje, duke pat përvojën se si nuk duhet në momente të caktuara. Dhe jo të nisim nga 91-shi deri 2016, mi leja një 2 minuta. Jo vetëm të konstatojmë se çka ka ndodhur deri 2016. Ne duhet të vazhdojmë të jetojmë. Jo të nështruar, të lutem. Absolutisht. Jo të nështruar, nuk mund të pranojmë këtë punë. Lojalitetit të shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve ndaj këtij shteti. Ka një masë të mirë, kritike, jo shqiptare, e cila me të madhe po promovon barazin qytetare. Dhe ne këtu jemi shumë dakord dhe mendojmë se kjo është një proces i mirë. Por, ne duhet të jemi brenda aty procesi, që aty ne t'ju a bëjmë me dije se barazia në Maqedoni nuk mund të jetë një dimenzional. Që do të thotë? Nuk mund të jetë vetëm qytetare, por barazia duhet të jetë edhe barazi kombëtare. Një dhe e dyta që unë kam përshtypjen se për atë grup progresiv i cili e shef Maqedonin pak më ndryshe se deri tani dhe të cilët mendoj se politikën dhe e kuptojnë pak më ndryshe, të cilat mendoj se janë të bindur se Maqedonia mund të funksionojë vetëm si shtet multietnik, kanë një gjë edhe tjetër të paqartë. Në bisedat të ndryshme me njerëz të sektorit civil e kështu me radhë, ndëgjova një mendim shumë të mirë, për në cilin jam unë shumë dakord dhe prandaj do ta them. Ajo pjesë e atyne forcave të cilat janë të bindur se Maqedonia duhet të jetë shtet multietnik në plot kuptimin e fjalës, nuk e kanë të qartë se shqiptarët nuk luftojnë vetëm për demokraci. Ata fillimisht luftojnë për liri. Liri në kuptimin unë ndjehem i lirë në çfarëdo aspektin e këtë shtet ku jetoj. Pastaj, pasi ti bëjmë shqiptarët dhe të tjerët jo Maqedon të cilët janë se nuk du askën ta përjashtoj nga ky proces, kur të arrim në nivelin e njëjtë, atëherë ne bashk shumë më lehtë dhe shumë më mirë do merremi vesh të luftojmë për demokraci. Maqedon të luftojnë për demokraci. Shqiptarët luftojnë fillimisht për liri brenda shtetit në çfarëdo aspekti, pastaj për demokraci. Dhe qytetar lojal nuk mund të jetë qytetar i cili nuk ndjehet i lirë. Fillimisht ai duhet ndjehet i lirë që të jetë lojal. Për kur do ndodhe kjo, Faton? Në cilin vit do ndodhe, pas 1000 vjetëve? Koncentrohu çka tani e tutje ai nuk është i gatshëm një shkollës të ndryshojë emrin. 98, 99, Ti vazhdon të mbajsh emrat e shkollave me Boris Kidriça, që nuk kemi të bëjmë ne as pak. Një emër të rrugëve nuk mund të ndryshojë. Zotri Aliti, kjo ishte teza e prapë konstatoj. Tregon çka do bëjmë në të ardhmen që ta ndryshojmë këtë. Këtë duhet të ndryshojmë. Këtë unë ndryshoj unë, e ndryshon Fatoni, e ndryshon Muhameti. Cilat janë mekanizmat që ju propozoni se duhet ndryshojë kushtetuta? Kemi thënë, normalisht kemi thënë, ne platformën tonë, domethënë e bazojmë në 4 pika. 4 shtylla kryesore. Një është ndryshime kushtetuese, ku shqiptarët do jenë shtet, domethënë konstituiv bashkë si Maqedonët dhe të tjerët, parlament lidhomësh, ndarje e drejtë
e buxhetit? Pa nuk mjafton kjo. Pse nuk Si mjafton? ndahet Shumë buxheti në mënyrë mirë. shëndetshme? Ndahet shumë mirë, ndahet. Në rast se me marrëveshjen e Përzhinos, me qeverinë, të me thënë, për përgatitjen e zgjedhjeve, çarisht kalimtare, teknike, kishte një funksion që zëvendës ministri të ketë drejt veto ndaj vendimit ministrit, pse mos ndodhe kjo e drejt e vetos të zëvendës ministri? Nisoj si që është 20% që më herët thash du t'jem përqindje, du t'jem numër. Ne mund t'jemi kushtetuta e vetme në botë që për kategori kushtetuse kemi numër, përqindje. Në rase ne, Jam dakord. Po edhe ai plotësuesi është absurd, është zgjedhje ligjore kontestuese. Një zgjidhje që i të njëjtit etnitet, vën veto, zëvendës ministri, pse mos vënë veto shqiptari? Pse mos bëhet decentralizimi fiskal? Jo, Faton jam diçka çështje Ku e tjera. ke idenë e bisedës? Du të them se duhet të kaluarën të marrim si përvojë të mirë dhe të hidhur, aty ku kemi Ne kemi pat të hidhur, pozitivitet. ma shumë, po. Okej, aty ku kemi gabut i marrim ato të hidhura dhe të koncentrohemi të japim debatin të koncentrojmë çka sot e tutje. Nuk bëjmë kur gjë, në secilin debat konstatojmë situatat nga 91 deri 2016 dhe deri te marrëveshja e djeshme. Faton. Unë mendoj se Koncentrohemi, hajde si të ndryshojmë kjo punë Shumë kollaj ndryshon, më Faton. Në rast se unë kam legitimitetin e shqiptarëve, edhe nesër kur do ulim të bashkëqeverisim këtë shtet, nuk mund të funksionojë si deri dje. Zotri Aliti, gjithë kjo që për debatojmë ishte do thot teza ku tha zotri Ismaili se ne nuk ndjehemi do thot plot fuqishëm që ti ndryshojmë gjërat vetë. Ne kemi përfaqësuesin ton do thot në qeveri dhe nuk ka guxim do thot të bëjë disa hapa që ne të ndjehemi, mos ndjehemi do thot si Çiraxhin do thot në shtet. Kjo ishte gjithë ajo teza të cilin e tha zotri Ismaili pak më parë. Mirë po unë do kisha shtuar nëse më lejoni shumë shkurt. Formula ose thelbi i formulës për të dalë në këtë drejtim që thot Fatoni dhe që po e bisedojmë, është ata që udhëheqin duhet ta kenë interesin e përgjithshëm mbi atë personal. Duhet ta kuptojmë se qoftë lider partijak, qoftë në ekzekutiv, apo deputetët që votojnë ligjet, duhet ta kenë interesin e përgjithshëm qoftë shoqëror, qoftë kombëtar, qoftë shtetëror, para atij partijak, klanor dhe individual. Ne kemi të kaluarën shembull shumë të mirë se si nuk duhet veprohet. Dhe tani e kemi një situatë të zymt. Kjo është ideja se si duhet të dalim prej kësaj dhe duhet ta bëjmë kthesën. Kemi ndihmën e ndërkombëtarëve, nevojitet të përgatiten para kushtet, për shkak se në demokraci sovrani qytetari e ka fjalën e fundit. Në qoftë se nuk I cënohet fleta e votimit, ai vendos se kush do udhëheq. Në qoftë se qytetari do lejoj edhe kësaj here të e shet votën për 500 dinar, 1000 dinar ose një interes ditor dhe personal, ka bërë shkelje të rand, e ka shit, e ka tradhtu ardhmërinë e pasardhësve të tij në interes të xhepit ose të kontës të një politikani. Këtë duhet ta kemi të qartë. Ne kemi programe politike. Uniteti ka paraqit 7 pika për ndryshime kushtetuese në drejtim të asaj se çka po bisedojmë se si duhet rregullohet Maqedonia në kushtetues dhe në ligje për të qenë barabartë shqiptarët dhe maqedonasit në gjitha sferat, edhe në gjuhë, edhe në përfaqësim, edhe në shtetformësi, edhe në buxhet e kështu me radhë. Dhe kjo nuk është problem. Ka ekspert që e kanë punuar atë punë dhe kjo do zbatohet. Neve na nevojitet tani. Ata që na kanë sjellë deri këtu të japin përgjegjësi. Qytetarit ti mundsohet të zgjedh lirshëm për të ardhmen e tij ditën e votimit dhe të mbrohet ajo votë dhe të krijohen mekanizma që ata që do udhëheqin pastaj të mos e bëjnë këtë që kanë bërë këta tjerë deri tash. Kjo është shumë e thjeshtë. Më falni se ndoshta ndërhyjna, po mendoj se duhet jemi të thukë, ta çojmë porosin deri te qytetari se ky është medium ku duhet qytetarit t'ia përcjellim se kush na ka sjellë në këtë gjendje. Mesazhi duhet të jetë se korrupsioni dhe keq përdorimi si duhet dalim dhe si duhet vazhdojmë. Është e njëjta kriteri. Zotri ndoshta edhe pyetjen e fundit se jemi krejtësisht në fund. Domethënë, vetëm duhet të mundsojmë që ato në mënyrë dinjitose ta përcaktojnë ardhmërinë. Po me ti duhet të mundsojmë dhe unë them të koncentrohemi ta elaborojmë si t'ja mundsojmë. Jo vetëm të konstatojmë. Kjo është ideja. Mendoni që me këto
me këtë marrëveshje, do thotë, me këto predispozita ligjore janë kriju kushte për zgjedhje të lira, ferë dhe demokratike në Maqedoni? Thash më herët, unë mendoj se kjo është minimumi i minimumit me kusht që të zbatohet si e tillë, sepse kam dyshimet se kjo prapë do të mundohet të obstruohet në ndonjë farë mënyre. Nuk është standard i dëshirueshëm, nuk është standard që u afrohet standardeve europiane. Këto zgjedhje nuk mund të jenë as parafërsisht suedeze, norvegjeze, gjermane, ku të diun çka. Po dhe them, ka shumë pika këtu kontestuese, po gjithmonë duke patur parasysh pragmatizmin dhe gjithmonë duke patur parasysh se duhet të vihet në ndonjë marrëveshje që procesi sadokudo të ecë dhe të sigurohet ai minimumi domosdoshëm për zgjedhje ferë të lira, demokratike e kështu me radhë, është një marrëveshje që të lë të shpresojsh. Them, nuk jam dakord në asnjë mënyrë me ndryshimin e ndikimit partijak në media. Do të emëroj ose do të propozoje kryeredaktorin e Radio Televizionit Maqedonisë, opozita. Okej, prapë është e partizuar. Opozita e sotshme nesër mund të jetë pozitë kështu me radhë. Po, them, nga pragmatizmi duhet edhe të bësh kompromise, sepse nëse kusht pa të cilin nuk mundet është firma e të 4 partive, atëherë detyrimisht duhet edhe të balansojsh kjo. Sklarifi shkurtimisht do thotë janë kriju kushte? Shif, është një hap i vogël, domethënë, po megjithatë lën shumë për dëshiruar se do implementohet, domethënë, kjo marrëveshje, përderisa vazhdojnë për çdo ditë të hapen konkurse. Domethënë është një shenjë çfarë ata vazhdojnë me vazin e vjetër, po i pam dje se këtë shpërdorshin, domethënë, rastet çfarë nevojë, duke shpërndar ndihma, djoja në emër të Ramazanit edhe, domethënë, kjo është, domethënë, thjesht është bërë standard edhe nga KPDI-ja, po besoj për Ramazan sigurisht se jo, për ata kanë, me thënë, raste tjera, po ngjarja e fundit, për shembull, çfarë më bëri për shtypje, me thënë, ka gjetë ditën e ditë para Ramazanit edhe shpërndan ndihma, janë do shema çfarë ato vazhdojnë, me thënë, t'i përdorin ende, dhe unë dyshoj shumë se ato do vazhdojnë, me thënë, cilën të këtë shpërdorin, me thënë, njerëzit në nevojë, të blejmë vota, me thënë, të friksojnë njerëzit. Sindri Ismaili, ka kushte do thotë për zgjedhje të lira, ferë dhe demokratike? Unë nuk pajtohem se me disa çështje që janë thelbësore duhet bëhet kompromis. Dakor se marrëveshjet janë rezultati i kompromiseve, mirë po ndaj mendimin se disa çështje që i qeka pak më herët, që është përgjegjësia për çdo keqpërdorim dhe për çdo vepër të dënueshme duhet të zbatohet për secilin qoftë kryeministër, ministër apo funksionar tjetër. Këtu nuk ka kompromis, nuk duhet të ketë spaku. Në qoftë se ka dalje reale nga kriza nuk mund të ketë. Në qoftë se dikush ka bërë kompromis në këtë drejtim, unë mendoj se nuk do dalim nga kriza, vetëm do e mashtrojmë veten. Në qoftë se ka kompromis në drejtim të garantimit të votës së lirë të qytetarit, që secili të mund të votohet dhe vota e tij të shkojë në vendin ku duhet, pa vota fiktive, pa manipulim të zgjedhjeve, pa mbushje të kutive e kështu me radhë. Në qoftë se dikush ka bërë kompromis brenda kësaj letre, brenda kësaj marrëveshje, unë mendoj se dalja nga kriza nuk do ketë. Vetëm ta përfundoj foto, nëse më lejon. A më lejon? Kanë mbush ka 500, tash ti lëm kanë 100. Unë vetëm për zgjedhjen e mediave, nëse mundet. Ç'është kompromisi. Mos më ndërpresh mendimin se isha tu përgjigj në pyetje nuk ishte replik. Që do të thotë, ne duhet të shohim të marrim tani drejt për drejt detaje nga marrëveshja, për shkak se ka shumë dezinformata nga aktorët brenda për brenda, deri te fakti që rolin e zëvendës ministrit që duhet ta zbatojë çdo zëvendës ministër gjatë gjithë mandatit 4 vjeçar, dikush e paraqet si sukses shumë të madh se ai në të vërtetë do e bën për 1 javë ose 2 javë. Me thonë, mund ta paramendoni deri ku shkon manipulimi i qytetarëve, i shqiptarëve. Një rol i zëvendësit të ministrit, që është në bazë të ligjit
për qeverisje i parapam që zëvendësi e zavendëson kur nuk është ministri aty, dhe ky e bën atë një javë ose dy mas si shpall KSZ rezultatet, ky ta paraqet se kemi fituar ministrin shqiptar dhe krijon hutit e shqiptarë. Do me thonë, ka shkuar deri në fund pamendësia në manipulim. Prandaj them, të shohim se si çka është marrë vesh në formë të detajzuar, të shohim se sa dhe si do zbatohen këto punë, kryesisht në drejtim të punës së prokurorisë speciale dhe të garantimit të votës së qytetarit, dhe në qoftë se shkojnë punë në këto drejtime dhe në drejtime tjera dhe në media të gjithkund, unë mendoj se ka bazë për të bë kthesën e madhe që po e bisedojmë. Dikujt në pushtet nuk i pëlqen kjo fjalë kthes, por unë po them për të dalë nga kriza. Qytetarët le të vendosin nëse se mendojnë se kanë qenë mirë të qeverisur deri tani, le të përkrajnë ato. Sigurisht se marrëveshja vetëm sapo është arritur, do thotë ne si mediume, por edhe ju si parti opozitare, do thotë gjithë kemi për obligim që ta trajtojmë këtë marrëveshje të mirë dhe t'japim ato ide se ku mund të bëhen ato përmirësime. Sigurisht se do të jetë studia e hapur, do thotë si ne si televizion ashtu edhe televizionet tjera e hapur që të debatojmë pikërisht dhe të trajtojmë gjitha këto problematika. Mu nuk më mbetet tjetër asgjë tjetër, vetëm t'ju falenderoj që erdhët të ishit mysafir në këtë debat dhe shpresojmë që të rrim në komunikim të vazhdueshëm deri në zgjedhjen apo në tejkalimin e krizës të Maqedonisë. Ndërsa ju shikues të nderuar, ju falenderit për vëmendjen, takim të radhës ju lë të shtunën e ardhshme në ora 17:30. Deri atëherë mirupafshim.